Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vëllezër të dashur, për këtë sezon është ligjërata fundit në lidhje me bazat në tefsir. Pastaj e vazhdojmë inshallah muajin shtator. Vazhdon Sheikh Ibn Uthaymeen, Allahu më shërof, ku ka thënë dobit e njohjes së shkaqeve të zbritjeve të ajeteve. Pra, ka dobi kur ti njeh shkaqet sepse kanë zbrit ajetet kuranore, apo. Që Sheikhu tash po do me i përmend disa prej dobive të njohjes së shkaqeve të zbritjes së ajeteve kuranore. E para po thot sqarimi se Kurani ka zbritur nga Allahu i lartësuar. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyetet për diçka, kështu që ndonjëherë ndalet nga dhënia e përgjigjes për diçka. Çka i bën? A ka thënë pejgamberi diçka për vetvetes? A është Kurani nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo jo? Po të ishte nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose diçka që ai ka shpik, do të përgjigjem një herë, apo pse? Si të pyetesh për diçka, e thush. Përdesa po nalet, ko të prit për dikujt tjetër, apo kjo pritje për dikujt tjetër i bën që është zbritje nga Allahu i lartësuar. Derisa ti zbret shpallja hynore, pra pejgamberi ndalet derisa ti zbret shpallja hynore. Ose nuk e di që ka ndodhur diçka, hiç nuk e din. Kështu që zbret shpallja hynore edhe sqaron atë çështje. Po të ishte nga ana e pejgamberit sallam, a kish pas mundësi me ju mshef që e çështja? Jo, apo se ti e din si rast. Kur po djen si sqarim, atëherë e din çka nuk e ke ditë atë çështje. Shembull për rastin e parë është fjala Allah të lartësuar. Wa yes'alunaka 'anir ruh. Do të pyesin ty për shpirtin. Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Thuaj, shpirti është çështje që i përket vetëm Zotit tim, ndërsa juve nuk ju është dhënë vetëse pak dijeni rreth shpirtit. Ku në Sahihun e Buhariut shënohet nga Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se tregon. Një burr prej jehudive tha: "O Abul Qasim, që shpirti?" Alhamdulillah. Ja, bismillah. Që shpirti? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti. Ndërsa në një transmetim qëndron, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti dhe nuk ju kthei asnjë përgjigje. Domethënë për rastin e parë që është pyet pejgamberin për diçka, edhe është ndonë, nuk ka dhënë përgjigje. Thot, unë e dita që do t'i shpallet, për transmetuesi. Kështu që qëndrohet në vendin tim, kur i zbriti shpallja, tha, do të pyesin ty për shpirtin, thuaj, pra o Muhammed, thuaj pyetësit që të ka pyet rreth shpirtit, shpirti është çështje që i përket vetëm Zotit tim. Shembulli për rastin e dytë. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka ditë që ka zbrit hiç që ka ndodhur kjo. Fjala Allah të lartësuar, ata thonë, nëse kthehim, Allah qoftë i kënaqur me të, e ka dëgjuar Abdullah ibn Ubay ibn Salulin, kokën e munafikëve, duke thënë këtë fjalë. Pra nëse kthehim në Medinë, ata të cilët janë më krenar, të e qitë vetit. Do t'i dëbojnë nga Medinja, ata të cilët janë më të poshtruar, kanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Zeid ibn Arqami, pra, e lajmëroi xhaxhajin e tij për këtë çështje. E ky e lajmëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu nuk e dinte për këta.
Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thirri Zeidin edhe i tregoi se çfarë kishte dëgjuar. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka ditë. Pastaj e dërgoi dikë te Abdullah ibn Ubej dhe shokët e tij duke i treguar për këtë pse a keni thënë ju që ta se keni thënë. Ata u betuan se nuk e kanë thënë këtë. Kjo ka qenë tradita e hipokritëve. Shpesh është në Kur'an yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimat al-kufr. Ata betojnë Allahun se nuk e ka thënë këto. Ata kanë thënë fjalën e kufrit. E plot ajete kuranore është që çka betohen munafikat për diçka që e kanë thënë, po fakt ata se kanë problem. Desa e munafika shka i bën dobi atë në betohen as betohen. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ju besoi hipokritave. Pse? Është kërkuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në pamjen e dukshme me i besu njerëzve, apo. Kështu që Allahu e zbriti këtë ajet si vërtetim për Zeidin. Zeid ibn Arqamin, pra se munafikat e kanë thënë këtë fjalë. Dhe çështja ju është sqaruar të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dobia dytë, sqarimi se Allahu kujdeset për të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam duke mbrojtur. Pra për shkaqeve, për dobive të njohjes së shkaqeve të zbritjes së ajeteve kuranore, është me sqaru se Allahu kujdeset për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke mbrojtur ata. Shembull për këtë është fjala e lartësuarit: jo besimtarët thonë, përse Kur'ani nuk i është shpallur i tëri për një herë. Pse pejgamberi sallallahu nuk i zbriti Kur'anin për një herë? Atëherë Allah lartësuar ka dashur për me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë: ne ta kemi shpallur kështu për të forcuar zemrën tënde dhe ta kemi zbuluar qartazi varg pas vargi. Domethënë ta kemi kënduar, ta kemi zbritur, është për qëllim. Po ashtu ajetet e shpifjes ndaj Aishës, Allah qoftë i kënaqur me të, të cilat janë mbrojtje për shtratin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pastrim për të nga ajo që e kanë njollosur shpifësit. A ka pas njerëz të cilët kanë shpif për nderin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah lartësuar ka zbrit ajete kuranore për me pastru pra shtratin, pra gruan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dobia tretë, sqarimi se Allah i lartësuar kujdeset për robërit e tij, duke ja larguar brengat dhe duke ja hequr shqetësimet. Shembull për këtë është ajeti te Temumit. Në Sahihun e Buhariut shënohet një qafore i humbi Aishës, Allah qoftë i kënaqur me të, duke qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një prej udhëtimeve të tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit për ta kërkuar, edhe njerëzit kishin mbetur pa ujë. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka? Po shkon me kërku qaforën që i ka humbur Aishës. Njerëzit kanë pa ujë. Çka më bën? Ata ju ankuan Ebu Bekrit, Allah qoftë i kënaqur me të, e deri në fund të hadithit. Në hadith është përmendur, Allahu e zbriti ajetin e Temumit, kështu që ata morën Temum. Usaid ibn Hudajr i thot: kjo nuk është bereqeti juaj i parë, oj familja e Ebu Bekrit. Hadithi është më i gjatë e Buhariut. Çka në kupton të me këta? Se si shkak i humbjes së qaforës së Aishës radhiyallahu anha u bë shkak që me zbrit ajeti kuranor. Mo për këtë ka thonë, nuk është ky bereqeti i parë i familjes së juaj, o familja e Ebu Bekrit. Që ata nuk ditin çka me bë, Allah lartësuar ja largoi këtë breng, këtë shqetësim që e patën, duke e zbrit ajetin e Temumit. Po ashtu vëllezër, kuptimi i ajetit në formën e tij të saktë. Ndonjëherë, që shedini, edhe sahabëve i kanë me disa çështje gjahiljetit, apo pse edhe në kohën e gjahiljetit për shembull,
edhe ata kanë bë haxh. Mo për këtë ju e dini, pejgamberi çka ka thonë sahabëve për kryen e haxhit, khudhu anni manasikakum. Tash aty ju kanë met, në kohën e xhahiletit që e kanë kryer haxhin. Pejgamberi më thotë merrni prej meje ritualet tuaja fetare. Pse? Ato që kanë met prej xhahiletit, mund me pas mirë, mund me pas keq, mund me kanë përputhje, mirë po ato lini. Tash çdo sen mu qërëni. Mu për këtë, Xhabiri radhiyallahu anhu e ka sqaru formën e haxhit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hap pas hapi. Ku ka shkeler, ku ka kaluar, çka ka bën, te ka bën, kret nimcina i ka sqaru pra Xhabiri radhiyallahu anhu haxhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që edhe në lidhje me çështje tjera ka pas probleme që kanë betë të sahabët. Allah lartësuar ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë sqaruar senet të cilat kanë qenë kundërshtim me ligjet e Islamit. Nëse ka pas diçka që o ka në rregull, Allah lartësuar e kalon çashtu edhe nuk ka pas problem. Shembull për këtë është fjalë Allah të lartësuar inna safa wal marwa min sha'irillah. Kodrinat Safa dhe Marwa, pra kur kryet saji, janë pjesë e simboleve të Allahut. Prandaj ai që viziton Qabën për haxh ose për umre, s'ka kufar gjunahu nëse sillet mes tyre. S'ka kufar gjunahu nëse nuk sillet mes tyre. Çka i bën në esencë? I bën që është vepër e lejuar. Ha? Po më dukshme ajeti s'ka kufar gjunahu, në kupton se maksimumi i çështjes së ecjes ndërmjet tyre është se ajo konsiderohet për gjërat e lejuara. Por kur thamun aty, Allah, se ki gjëna çto më bën, shka e ki të lejuar, s'ki mëkat. Me pa Allah lasuar nuk ka dosh me këta, me thonë që nuk është vepër pëlqyeshme ose nuk është kusht, ha? Për shembull për haxh ose për umre. Me po ka dosh me sqaru në çështje tjetër që ju kanë mbetë sahabët që tash do ta përmendim. Në Sahihun e Buhariut shënohet nga Asim ibn Sulejmani se ka thënë: e kam pyetur Enes ibn Malikun, Allah qoftë i kënaqur me të, rreth Safës dhe Marwas, ku më tha: kemi menduar se ato dyja janë për çështjes së xhahiletit, periudhës para Islame. E kur erdhi Islami, u ndalëm nga ato. Çka më bën? Kështu që Allah zbriti këtë ajet, kodrinat Safa dhe Marwa janë pjesë e simboleve të Allahut. E deri te fjala e tij, nëse sillet mes tyre. Përmes kësaj, është bërë e ditur se me mohimin e mëkatit nuk është për qëllim sqarimi i gjykimit bazë për sajin. Për Allah lasuar nuk po do me tregu çfarë gjykimi ka në esencë për sajin është i lejuar. Me po do me kallëzu aty në që mos t'ju vjen keq. Domethënë kryne me një fjalë. Me po për qëllim është mos ngushtohen duke mos e bërë ato është për qëllim që me e bën, domethënë. Nga sa ata mendonin se është për çështje së xahilietit. Nëse sa i përket gjykimit bazë për sajin, është sqaruar në fjalën e Allahut, janë pjesë e simboleve të Allahut, që tregojnë për madhështinë e Allahut të lartësuar. Rregull lidhe me tefsirin. Këto vëllazëni mone në men, kjo është shumë e rëndësishme. Në konsiderat merret shprehja e përgjithshme e jo shkaku i veçantë. Pra ka mundësi një ajet kuranor me zbrit për një person, mirë po i përfshin gjithë. Jo tash në me zbrit një ajet kuranor, dikush më menu që kjo është veç për këtë personin. Ma nuk e përfshin kërkan tjetër, jo. Mu për këtë dietarët e kanë dhënë këtë rregull, el-ibratu bi umumi al-lafz dhe la bi khususi as-sabab. Pra në konsiderat merret shprehja përgjithshme e jo shkaku i veçantë, shkaku konkret. Shembull për këtë janë ajetet e mallkimit. Mallkimit pra mes burrit edhe mes gruas. Ku Allah lasuar ka thonë, dhe më thonë vllazni, nëse një person, në fakt dhe që më thonë, nëse 4 persona
e gjojnë një gru edhe një burr duke bë marrëdhënie intime, edhe e shohin organin e mashkullit te organi i femnës, sikurse kur ta fut kofën në bunar. Kështu kanë thonë. Edhe nëse nuk ka ndodhur mes tyre, pra dalje të spermës. Nga se në shariatin islam, dispozitat fetare lidhen me futjen e organit e jo me daljen e spermës. Në të gjitha dispozitat fetare. Shka do të më kanë 4 persona, besnik, besueshëm, edhe më kanë aty 4 që e kanë pa, edhe në këtë gjendje. Në rast se personi e zën gruajin e vet, Allah lartësuar këtë rast, këta 4 dëshmitar i ka zëvendësuar me 4 dëshmi që e ka pa gruajin e vet duke bërë këtë çështje. Se tash njëri prej sahabive kur do ta përmenim, ka thonë o i dërguari i Allahut, ka thonë nëse një person e gjen gruan e vet me një burr tjetër, ka thonë a më mbyt ato kështu që ju e mbytni për shkak tina, se në shariat çka, kush e mbyt dikan, mbytet, apo ka thonë shka me vepru. Kështu që si shkak i kësaj do t'i përmenim tash lidhë me këtë çështje. Allah lasuar po thot për ajetet e mallkimit. Nëse një burr e akuzon gruan e tij pa pasur dëshmitar të tjerë përveç vetes, s'ka dëshmitar të tjerë veç vete ka zonë, ai duhet të betohet në Allahun 4 herë se thot të vërtetën. Pra une jam të thënë të vërtetën. Dhe herën e 5 të kërkoj mallkimin e Allahut ndaj vetes, nëse ka gënyer. Ndërsa gruaja duhet të kursehet nga dënimi, pra me një fjalë ja largon dënimin gruajës, për çato që se nëse gruaja pranon thot po, e kom bë, atëherë zbaton dëshkimin për ta. Me pa ajo për shemb don me rrejt, don me pastru vetën e vet, Allah lasuar thot, nëse gruaja do të kursehet nga dënimi, nëse betohet për Allahun 4 herë, se i shoqi është gënjeshtar, pra burri po rren. Dhe herën e 5 të kërkoj zemrimin e Allahut ndaj vetes, nëse i shoqi ka thënë të vërtetën. Por këto janë ajetet e mallkimit, ajatu al-li'an. Në Sahihun e Buhariut shënohet hadith ibn Abbasit, Allah qoftë i kënaqur me të dytë, se Hilal ibn Umayya e ka akuzuar gruajën e tij para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kishte bërë imoralitet me Sherik ibn Sahma. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, sill argumentin ose do të ndëshkohesh në shpinën tënde. Pra kemë hangër, kam gjika, për shkak të shpifjes. Hilali tha, pasha atë që të ka dërguar me të vërtetën, unë jam duke thënë të vërtetën. Këtë rast shko me thonë, vallaj qëre, kjo Allah musliman di është i devotshëm, apo thonë edhe, këtu s'ka më devotshmëri, apo thonë këtu futet, më thonë, drejtësia. Ose ai, ose kjo njën. Allah do të zbres ajete, për thot Hilal ibn Umayya, Allah do të zbres ajete që do të më shfaqsojnë duke e larguar ndëshkimin ndaj meje. Gjibrili zbriti ku zbritin këto ajete. Nëse një burr akuzon gruan e tij, pra kanë zbrit për kanë, për që sahabijun Hilal ibn Umayya. E ai i lexoi ajetet derisa arriti te nëse i shoqi ka thënë të vërtetën e deri në fund të hadithit. Këto ajete kanë zbritur për akuzën e Hilal ibn Umayyas ndaj gruas së tij. Mirë, gjykimi i tyre e përfshin atë edhe të tjerët. Argument për këtë është ajo që shënon Buhariu nga hadithi Sahl ibn Sa'dit, Allah qoftë i kënaqur me të, se Uwaymir ibn Ajlani erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O i dërguari i Allahut,
nëse një burr e gjen me gruan e tij një burr tjetër, ata vras atë, kështu që për shkak të kësaj e mbytni ju atë, apo çfarë të veproj? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, Allahu ka zbritur ajete për ty dhe për shoqen tënde. Nuk ka pas për qëllim që për s'dyti kanë zbrit ajetet kuranore. Mirë po që ato ajetet vlen, që shka vlet për Hilal ibn Umeje, vlen edhe për ty edhe për shoqen tënde. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i urdhëroi që të dy të mallkohen, ashtu siç Allah ka përmendur në librin e tij, kështu që ai e mallkoi atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e konsideroi gjykimin e këtyre ajeteve se kanë përfshirë Hilal ibn Umejen dhe të tjerët. Pas mallkimit që bëhet vllazni, ndahet burri edhe gruaja përgjithmonë. Edhe më nuk lejohet më u bashku këta kurrë. Ajetet mekase edhe medinase, pra temë e re. Unë du m'ju pyet vllaznin një pyetje. Nëse dikush ju pyet, do ta sqarojmë inshallah. Çka janë ajetet mekase edhe medinase? Çfarë përgjigje jepni? Ajetet mekase kanë zbrit Mekke, medinase Medinë. Do thonë, përgjigja e parë, çka do të jep dikush është ajetet mekase janë ato të cilët kanë zbrit Mekë. Pse mekase apo? Kurse medinase janë ato të cilët kanë zbrit në Medinë. Mirë po, ky sqarim është gabim. Për shkak se sqarimi nuk lidhet me vendin, më pas parasysh. Me çka lidhet? Lidhen me kohën. Me kohën, çka kohën, tash do ta sqarojmë. Thot Sheikh Ibn Uthaymini, Kurani ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pjesë për 23 vite. Shumicën e tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kaloi në Mekë. Allah i lartësuar ka thënë, ky është një Kur'an që ne e kemi ndarë pjesë që ti t'u mësosh njerëzve pak nga pak, duke shpallur atë kohë pas kohe. Mu për këtë dietarët e kanë ndarë Kur'anin në 2 pjesë, Mekas dhe Medinas. Mekas është ajo që i ka zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para emigrimit të tij në Medinë. Këtë ajetet që kanë zbrit para se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me emigru në Medinë, quhen ajete mekase. Edhe nëse nuk kanë zbrit Mekë, edhe nëse nuk kanë zbrit në Mekë. Mirë për shka do të më marrë në konsiderat koha. Pra koha para emigrimit dhe koha pas emigrimit. Vendi nuk mirret parasysh. A kanë zbrit Medinë, a ka zbrit për shembull rrugës të shku për Mekë, as Mekë as Medinë, apo kupton, që kjo është kryesorja. Se nëse do të mirret parasysh vendi, atëherë kanë dashur me nda ajetet mekase, medinase edhe plot vende të tjera në të cilat ka udhëtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Kurse Medinas është ajo që i ka zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas emigrimit të tij në Medinë, edhe nëse nuk kanë zbrit në Medinë. E qartash? Duke bazuar në këtë, fjalë Allah të lartësuar, sot ju a përsosa fen tuaj, e plotësova dhuntin time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj. Është prej llojit Mekase Medinas. Kur ka zbrit kjo ajet kuranor? Kur në fund? Ku se në fund? Nuk është puna në fund aku, Ja. Ku ka zbrit në Arafat. Pra është prej llojit Medinas. Edhe pse ky ajet i ka zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin lamtomirës në ditën e Arafatit, në ditën e Xuma. Ju e dini rastin që ka ardha Jahudia, edhe Omer radhiyallahu anhu i ka thonë, o prisi besimtarë, ka thonë, juve ju ka zbrit një ajet,
që për të na kishte zbritur neve bashkësisë e Jehudive, do ta kishim marrë atë ditë feste. Ka thënë Omer, cilë është ai ajet? Ja ka lexuar këtë ajetin. Ka thënë Omer radhiyallahu anhu, ashtu që shënon në Sahihun Buhariut. E dim atë ditë edhe vendin që i ka zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ku i ka zbritur në Arafat, po në Mekë. Në ditën e Xuma, ku ishte duke qëndruar në këmbë. Domethënë ja ka dreku krejt detajet. Kështu që, pra edhe pse ky ajet ka zbritur në Mekë, mirë po konsiderohet Medinas. Për shkak se ka zbritur pas emigrimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Pra në konsiderohet nuk mirët vendi ku ka zbritur që të gjykojmë sa është Mekas apo Medinas. Mirë po merret koha, sa ka zbritur para emigrimit apo pas emigrimit. Është e qartë? Për shkak vëllazëni se shpesh kam në ardhë kur të him për shembull të një sure, do të thonë kjo sure është Mekase për shembull. Kjo sure është Medinase. Tash ti duhet me ditë se kur tham për shembull është Mekase, kur ka zbrit? Para emigrimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lloji Mekas vëllazëni dallohet nga i Medinas nga aspekti i të shprehurit edhe temës. Pra të shprehurit ka mos i ma ashpër, ka mos i ma lehtë. Edhe tema, far tema, se për shembull Medinase ka tema tjera, Mekase ka tema tjera. Përmes këtynve e dallon çka sa është Mekase apo Medinase. Sa i përket dallimit mes atyre nga ana të shprehurit, nga ana të shprehurit është zakonisht në ajetet Mekase mbizotron forca në të shprehur. Pra është ma ashpër. Edhe ashpërsia në ligjërim. Për shembull thuaj atynve kështu për shembull. Është ma ashpër në ligjërim. Nga se shumica atyre që po i drejtohet, ja kthejnë shpinën në fesë, edhe janë më ndëmdhaj. E atyre nuk u përshtatet vetëm se kjo formë. Pra me personat e cilët janë më ndëmdhaj, ja kthejnë shpinën në fesë, ju intereson hiç, kanë dash më ashpër me i fol. Po thotë shehu lexoj rreth kësaj surën Al-Mudaththir edhe surën Al-Qamar. Që vëllazni, si detyrë në shtëpi, me lexu për kthimin e këtyre sureve. Apo qoftë sot, qoftë nesër, surën Al-Mudaththir edhe surën Al-Qamar. Apo lidhje me ashpërsinë e të shprehurit edhe ashpërsinë në ligjërim. Për shembull, personi i kërcënon me xhenem, e kështu me radhë. Pra, është më ashpër. Zakonisht vëllazni në ajetin Medinase, mënyra e të shprehurit është butësia, edhe ligjërimi i lehtë. Nga se shumica atyre që po i drejtohen, i nënshtrohen edhe i dorëzohen fesë. Lexoj rreth kësaj surën Al-Maida. Surën Al-Maida. Që vëllazni, si detyrë është pak më agat, mirë po, merrni lexoni edhe përfitoni edhe e shihni mënyrën e të shprehurit, për shembull. E dyta, zakonisht ajetet Mekase janë të shkurtra dhe kanë forcë në argumentim kundër dikujt. Pra përmend shumë argumente për shembull për me tregu diçka. Nga se shumica atyre që po i drejtohet janë inatçor edhe kundërshtar. Edhe në kësi rase nuk ja vlen me zgjat shumë muhabetin, apo me po duhet në pika shkurtra me sqaru edhe me kry muhabetin. Lexoj rreth kësaj surën At-Tur. Surën At-Tur. Edhe këta e lexoni. Zakonisht ajetet Medinase janë të gjata. Edhe përmenden dispozitat fetare, pa u argumentuar kundër dikujt. Nga se gjendja atyre kërkon këtë. Rreth kësaj lexoj ajetin e borxhit në surën Al-Baqara, për shembull.
ajeti më i gjatë në Kur'an, apo s'ka, do të thonë, lidh me këto thjesht ose sqarim, çka do të më bëj kështu më radh, pra nuk ka diçka më argumentuar kundër dikujt të kështu më radh, ha? Sa i përket dallimit mes tyre nga ana temës, mes Mekasë dhe Medinasë, vëllazëri, kjo është shumë e dobishme, është, ha? Tash kur ta lexosh Kur'an, e shohësh këto i bashkëdallimet. Me njëherë e shohësh, pastaj do t'i tregojnë vëllazëri edhe pse me ditë Medinasë me Mekasë, dikush thotë mirë, bë, ajete koranore janë këto, ja, ka diçka tjetër këtu. Sepse po folim na rreth kësaj teme. Sa i përket dallim mes tyre nga ana temës, zakonisht ajetet Mekase e pohojnë tauhidin, besimin e pastër, edhe e kontestojnë një gjë të tillë. Veçanërisht ajo që ka të bëjë me tauhidin uluhia. Qase ju vëllazëni e dini se mushrikët e kanë pohu tauhidin rububia, apo edhe se kanë pas problem këtë çështje. Mirë po të tauhidi uluhia i kanë pas problemet. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dërgu për me ja pastru këtë shirk në të cilin kanë ra që prej shirkut me nxjerr në tauhid. Nga se shumica atyre që po ju drejtohet e mohojnë një gjë të tillë. Pra ose tauhidin uluhia kanë problem, ose besimin në ringjallje. Zakonisht ajetet medinase i sqarojnë në detaje adhurimet edhe marrëdhëniet shoqërore, sikurse borxhi, niqahi, lidhje me kamatën, trashëgimia, kështu për shembull, këto futen te dispozitat fetare, marrëdhëniet shoqërore që i kemi mes njëri tjetrit, marrëdhëniet e ndërsjellta. Nga se shumica atyre që po i drejtohet është ngulitur në zemrat e tyre tauhidi dhe besimi i pastër. Të çka ka nevojë këta? Ka nevojë dispozita të tjera. Përmendja e shumt e luftës dhe dispozita rreth saj munafikëve dhe gjendjes së tyre në llojin Medinas. Nga se gjendja po e kërkon këtë. Vëllazëni, po të kthehemi te mënyra të shprehurit. A do të ishte në esencë ma kërkuar me munafikët mos sjell ashur apo jo? Ha? Mirë po pse shehu e përmeni këtu se është e llojit Medinas lidhe me luftën edhe munafikët dhe gjendjes së tyre. Çka mendoni? Ha? Një detaj pak më i thellë. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë Mekë, edhe fuqia e tij ka qenë më adopt. A ka pas nevojë me shfaq me mshef islamin, atë nifakun? S'ka nevojë, ha? Hapta si dal. Kur shforcu pejgamberi sallallahu pas emigrimit të tij, kush janë shfaq? Se ata janë shfaq munafikat, ha? Mu për këtë edhe është folë më shumë ajetet rreth xhihadit, ajetet kundër munafikave dhe duke i treguar cilësitë e tyre. Se tash ata më për shfaqin islamin, kështu që përmes cilësive i vreni ju më. Kurse para se me shfaq islamin, ata kanë dalë haptazi, ha? Ka qenë qafira, apo tash kur ka islami na kështu më bën si matbut, ose kanë qenë hipokrita. Përkundër llojit Mekas. Në Mekë, pra, ju e dini ajetet e xhihadit kanë zbrit më vonë. Udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulimu inna Allaha ala nasrihim laqadir. Për këtë ajete kanë zbrit më vonë, i është dhënë leje atyre që po bë zullum që të luftojnë, ha? Dhe Allah është i plotfuqishëm që t'i ndihmojë atyre. Kështu që kanë zbrit ajetet e xhihadit më vonë. Fillim janë urdhëruar me bë sabër, ha? Pejgamberi me shehte për shembull tu masakru shokët e vet ose do kombyt, thotë që bën sabër familja e Yasirit, qase vendi juaj është xheneti, apo. Pastaj kanë zbrit ajetet e xhihadit, nxitja për xhihad, për luftë kështu më radh. Kështu që
kush qenë më shumë dispozita rreth luftës ose gjendjes së hipokritëve, shkojnë ajete me medinase. Dobit e njohjes së ajeteve medinase edhe mekase. Njohja e ajeteve mekase nga ato medinase është një prej llojeve të rëndësishme të shkencave të Kur'anit. Nëse vëllazërin, kjo është prej shkencave të Kur'anit. Nga se në to ka dobi prej tyre. E para, shfaqja e elokuencës e Kur'anit, mrekullisë gjuhësore, stilit të lartë, në shkallën e lartë ku çdo popullit i drejtohet në gjendjen e tyre. Pra dikujt u ka ndosh më ashpër, dikujt më lehtë. Ashpërsia në vendin e vet, butësia në vendin e vet. Por prej kësaj e shohim bukurinë e stilit të lartë të Kur'anit, ku i ka nda njerëzit, nuk i ka shti kret me një listë. A ke po ka njerë dikush sillet ashpër ndaj dikujt, ai mendon që kur do të më ka njerë ashpër. Gjithë do të më ka një but, pejgamberi më ka një but, pse valla po bën ashtu kështu më radh. Jo, ka rase pejgamberi selam jo është skuq fytyra, ha? Kështu që nuk është ashpërsia në vendin e vet të duhur, edhe butësia në vendin e vet të duhur. Edhe pse butësia duhet me mujt ashpërsinë. Çka thon pejgamberi selam, nuk gjendet butësia me një diçka vetëm se zbukuron ata. Dhe nuk gjendet ashpërsia në diçka vetëm se shëmton atë. Pra pejgamberi selam po flet për një parim bazë. E dyta, shfaqja e urtësisë së ligjit islam në synimet e tij më të larta. Nga se ligji islam ka zbritur gradualisht sipas asaj që është më rëndësishme. Pra me rëndësi ka thonë asaj që është më rëndësishme ma përpara, ajo që është më pak, më vonë, e kështu me radhë. Mo për këtë Allah lasor, as ka mujt me zbrit dispozitat fetare me fillim krejta, ka mujt me thonë që to janë, punoni me to, u kry. Fillim është thirr vetëm të uhid, se që kjo ka qenë probleme të nëve, apo, që nëse shkojnë pezojna me një vend ku janë mushrik, për shembull, ati e folë që do të më janis, për shembull, me agjeru, është mirë me agjeru, kështu, s'ka dobi, ai në shirk është. Edhe nëse agjeron çka, anë tjetër është në shirk, si bën dobi kur gjë, vepra e tij, apo se të kish pas dobi, Allah lasori kish zbrit ajetet për mi sqaruar dispozitat, edhe duke qenë në shirk, domethënë ki dobi prej atë vepre. Mirë, po nuk ka dobi. Treta, me eduku thirrsat në rrugën e Allahut, që drejtim edhe me i drejtu ata që ta ndjekin atë që ka ndjek Kur'ani në të shprehur edhe në temë. Pra, shprehje që i ka përdor Kur'ani lidhe me njerëzit edhe muslimani thirrësit tek Allahu, që çdo musliman është thirrës, me di se qysh me ju qas njerëzve. Pra me njerëzit me një mëdhaj, me njerëzit për shembull që e kthejnë shpinën në fesë, e shojnë e kështu më radhë, sillesh më ashpër. Me njerëzit të cilët për shembull shohësh që nuk po dinë, kanë qenë nashta më mësu, sillesh më bosh, shkon jashtë çaron e kështu më radhë. E katërta, dallimi mes ajeteve shfuqizuese edhe të shfuqizuara. Ku nëse zbresin dy ajete mekase e medinase, kur realizohen ato kushtet e shfuqizimit që i kanë përmend dietarët. Ajetet medinase i shfuqizojnë ato të cilat janë mekase. Pse vllazni? Emigrimi i tij është pas jo emigrimit, apo? Domethënë ajetet medinase janë më të vonshme. Kështu që nëse bin kundërshtim, edhe na imponon gjendja që me i shfuqizu argumentet fetare, atëherë i shfuqizojmë ato mekase me këto medinase. Për shkak se këto medinase kanë ardhur më vonë. Pra këtu përmbyllim lidhe me këtë çështje.
wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.